Dhe thot ngushëllime vllazërore familjes së gjykatësit të Ndjera Strit Kalaja dhe u pret në paqe, agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjegjësinë më ekstreme ligjore ndaj agresorit. Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhje e punonjësve të sigurisë nga administrata e gjykatës, duke përjashtuar çdo përfshirje të policisë së shtetit në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë, kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm, thot kryeministri, për të mbështetur shpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për armbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afatet në dëm të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të palishme. Lutem gjithashtu që ky moment kaq të rënditës të nxjisë edhe një reflektim për lehtësinë me të cilën trajtohen rëndomar mbajtja pa leje në proceset gjyqësore. Tani, tani ky është talli tani, pse halli te arma është aty? Po pra, se unë atë armë nuk, domethënë, dikush që e ka menduar për të vrarë ti kë, nuk mendon tek armbajtja pa leje, mendon te dënimi që e ka ndarë mendje do e vrasë dhe marr kohë. Ai është dënimi për jetëshëm, është burg i për jetë, është burg për jetë ore. Ai ka mbaruar punën, është burg për jetë. Tani ai merret me mbajtjen pa leje, me këtë tallet ai. Çfarë ka mbajtje pa leje? Çfarë do të thotë kjo? Qëllimi është shmangja e përgjegjësisë nga administrata. Policia e shtetit është pjesë e administratës edhe strukturat e tjera. Dhe janë ato përgjegjëse për parandalimin me ligjin me policinë. Ato janë përgjegjëse për luftën kundër krimit. Edhe si sa kolegu ti nuk mund të zgjidhësh gjërat, kodi penal pra vazhdojnë reformohet. Ka qenë dikur deri në 7 vjet, 3 deri në 7, armbajtja pa leje. Ka qenë me ligjit e vjetra apo flas. Të vjetra. Pastaj ndryshoi. E bën 5 me 8, kupton, e fotën me 10, ndërhyj gjykata kushtetuese. Edhe me 15 quajti, po, quajti antikushtetues, sepse është marrëzi. Nuk zgjidhen këto gjëra kështu. Duhet të funksionojë administrata. Është policia, shërbimet të cilët marrin informacion që ky person, sepse ka njerëz që mund të mbajnë armë për 100 arsye, dikush e mban për pojtë, dikush e mban për të bërë vrasje për kështu. Po ti nuk e zgjidh dot këtë në këtë formë, kupton? Sepse diku kishte informacion të saktë dhe parandaloi krimi. Ka qenë bego? Patjetër, po edhe më parë. Ti do të veje tek punonjësi i policisë, do të praktikitesh ashtu ditë, edhe të raportoje çfarë do bërë sot, çfarë ose papë të ndark ku ishte bëhesh kontroll, lëvizja ishte kontrolluar. Pra, ishin dhe të ndodhte një situatë, një gjë, kishte përgjegjësi të jashtëzakonshme. Tani ke më kontroll, pra në kuadër të këtyre lirive që janë për të dëmtuar shoqërinë, lirive të qytetarit, është kjo lëvizje pa kontrolluar. Gjithse kur shkon ku të doj, thos, sepse unë mund të bëj çfarë të dua se jam i lirë. Këtë shablon abuzohet duke dëmtuar që nga moshat e reja, fëmijët, duke i keq mësuar, keq edukuar, dhe deri tek këto të tjerat. Ti do lëvizësh brenda kufizimeve. Sa mirë, kur duan i kufizojnë të drejtat, vendosen në kushtetut. Kupton? Kufizojnë. Kurse nuk ka kufizim. Më kujtohet një moment Beko, më kujtohet kur ka ardhur Ramaj, ka qenë ministri i brendshëm Sajmir Tahiri që bëri atë reformimin e policisë, që në dukje unë pretendoj që ka qenë reformim për kohën, sepse ishte lënë pas dore, pretendimi im është ky, më unë përgjegjësinë për sa po them. Mbaj mend që pas orës 10:30 apo 11 të darkës, makinat patrullonin nëpër lagje, dhe çdo grup të rinj që shikoni, sepse bien se kush është një grup, i ndalonin, i pyesnin ku po shkonin dhe kërkonin kartat e identitetit. Edhe filloi të kufizoi lëvizja. Filloi të kufizoi një pjesë mosmbajtjes së thikave, se që një pjesë e mirë adoleshentët me thika për duar. U bë masive, kishte edhe vrasje pafund në Durrës, do të kujtohem Beko me thika. Ta ku sistemuan, nuk po dilte me njërin pas orës 11, dhe nëse dili kishte një arsye që po dilje. Pra, nëse ka vullnet e kam, nëse ka vullnet, besoj gjërat shkojnë deri diku mirë. Sot ne në policinë e shtetit, për shembull, nga eksperiencë që kam unë, është që këta e kanë humbur komplet lidhjen me territorin. Këtyre nuk i funksionon asnjë agjenci inteligjencë policore. Fare. Këta nuk kanë më as informacion se çfarë do të bëjnë. Si? Nuk mban përgjegjësi. Nuk mban përgjegjësi fare. Domethënë, ZPZ-ja e zonës nuk di çfarë do të thonë vetë, kupton? Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë. Ky është qëllimi. Kur vetëm kundërton mure pa leje. Drejtësia të ngarkohet drejtësia me detyrat që ka policia. Tani, më fal, ky punonjësi i policisë edhe ZPZ-ja e zonës, problem shumë mirën, edhe oficeri. Nuk e di ai që këta banorët mbajnë armë. Duhet ta di se ka për detyrë. Pa e di më si se di, do të ketë një rjet, do të jap informacion. Sepse kështu parandalohet policia të bëj kontroll vazhdimisht dhe ato ditë para, sepse ka informacion, sepse këtë informacion ne shikojmë që ata po telendisen nëpër gjyqe, nëpër emisione për përmendemër.
po shajnë që nuk e din këta. Se nuk e di ZPZ-ja zonës problematikat të tyre. Të gjithë. I di më, po s'do më. Se reagon. Nuk do, s'reagon, ose do përfitojë nga informacionin që ka. Gjitha këto raste është ai polici i rëndom, i gjykatës, ose ai roja sigurisë, aty të bëj burgi shpejt. Që thon ti e fajtor, sepse ty të ndodhi. Aty hyn 1000 veta në ditë minimalisht, ha? Po. Jo, po më fal, aty mund të hyn tek gjykata e apelit, mund të hysh edhe nga porta. Në porta madhe, hapet ajo, edhe s'e kupton fare. Nuk kalon fare në kontroll? Ka dy. Po pra, është një portë e madhe që lëvizin makinat dhe hyn gjyqtarët. Po. Pra ajo mund të jetë e hapur, mund të hysh edhe ty, mos s'po thot njëri gjë. Po kush pengon, po desha të hysh hynër zotrik. Ose pret aty te dera, aty do dalë. Po flasim për atë që ndodhi brenda. Po pastaj për jashtë ke mundësi pafund. Unë po them që diskutimet që bëhen këto gjëra janë nuk e di ku i bazojnë aty zotri, po fakti është që inteligjenca policore këtu ka dështuar me dashje, pa dashje, që nuk e di. Unë besoj që është me dashje. Si? Çdo inteligjencë, sepse nuk është patjetër, çdo institucion që merret me inteligjencë ka dështuar. Po pse më nuk do ta dinte ai zoti atje ZPZ-ja që këta kanë gjyq edhe po përgatiten, ata përgatitin ja para. Nuk e din, pak ka gjetë kanë aty në terren, pak paguajnë, sepse kanë pa fund. Edhe vetë tani toleron ti, vetë ai në dorë xhepat. Pas vrasjes. Për shembull ja sot hipokrizia e radhës, u bëheshin në maçet, ishte mbushur, dukeshin me karde, me sojë srolla. Po për çfarë ishin ato? Sot ndoshta tek iketi. Për çfarë duheshin këto? Se do të vritej ndonjë gjyqtar ose prokuror aty. Asnjëherë s'është vrarë në të tilla raste. Me pikërisht kur nuk është vrarë në këto raste. Domethënë sot kemi çfarë garanci është pyetje ka një gjyqtar apo prokuror që trajton dosje të nxehta, sepse do të shmangen pak nga kjo që ndodhi, që nuk do përfundoj viktime një. Për ditë që prokurorët prokurorive të rrethave gjyqësore, të cilat nuk janë në një godinë drejtësie, dhe është bërë diskutim shumë i gjatë që duhet të jenë në godinë, udhtojnë me kam nga prokuroria, për shembull në prokurinë e Tiranës, ta hercin mesatarisht 10 minutash, me dosjen në dorë. Me dosjen në dorë, ikin, vinë, dalin këtej, hyn, dhe është rutinë kjo, po edhe në rrethe të tjera që nuk kanë në një godinë, sepse kështu do ndodhi, prokurori do dalë. Lesh për shembull, është larg, është goxha larg. Kavaja ka pas edhe më larg akoma, Po dhe prokuroria e Tiranës ka për të ecur pak, është i 5 minutë derisa të shkosh tek penale. Jo, më një 5 minutë çdo aty, po do të jetë në një çore kosh. Jo, është tamam. Ka 10 minutë, po diçka e tillë është. Me dosjen në dorë, do thënë që po të vjen nga mbrapa të marr dosjen edhe ikën. Mirë po. Po është diskutuar gjatë kjo marrje dosjes. Po dhe ka ndodhur marrja e dosjes. Biku se duhet të sqarojmë, duhet të sqarojmë gjithë institucionet, po. Edhe kështu shumë gjëra tjera më të rënda. Se pakën dosjen fashikun supozohet se e ka kopje prokurorit, pasi originali duhet të jetë çuar në gjykatë ose mund të ketë bërë kopje të tjera. Po veprimi shumë mirë që ta sulmosh, sepse dihet që prokuroria ka ndodhur mos janë gabit brenda prokurorisë në Durrës. Jashtë është gabit ftuesi, është gabit ftuesi me akte origjinale pafund. Pse s'djen këto gjëra? Që bota jashtë në shtetet serioze, që është edhe çështje mundësishme, kupton? Ja, ky del për shembull i qeshur, këtu shtrëngon dorën, sigurisht në dasëm. Shtetet të ndryshme në përgjithësi këto i kanë zgjedhur në rezidenca të caktuara, siç ka qenë edhe dikur te ne për punonjës së drejtësisë. Për shembull, shtetet e caktuara kanë bërë një blok sigurie ku këta njerëz jetojnë. Edhe shteti ka krijuar siguri, ka krijuar edhe makinat për transport, sepse në momentin që ti nuk punon në kushte normale, nuk ke sigurinë një tënde, familjes, nuk ke kushte pune, ti nuk mund të japësh drejtësi. Nuk mund të japësh drejtësi ti po nuk u pagove. Nuk mund të japësh drejtësi ti po nuk je i sigurt në vendin e punës. Po u bëre pjesë e reformave, po u bëre pjesë e sulmeve dhe e kësaj pasigurisë ligjore. Pasiguria juridike është themeli i shtetit. Për shembull, në Turqi, sa diun, kemi qenë në rast, ta jetojnë në disa blloke të caktuara, i shteti i siguron, kanë transport special, siç e kanë këta që përmenda unë, të tjerë këtu, dhe shkojnë në institucioni është i blinduar, kuptimin e vërtet, ai ka kushtet të gjitha brenda aty, ushtron funksionin dhe kthehet përsëri në atë rezidencën e vet. Edhe familja ka një siguri, atë ti në këto kushte mund të punosh. Po jo ti ikesh me autobus,
ose marrësh makinat rasit pafund, se ke pafund që janë aksidentuar rrugëve në ato periudha kur ktheheshin ikin në mëngjes për gjumësh binin. Çfarë drejtësi është kjo? Edhe ti i kërkon llogari një gjyqtar që shpaguar 700.000 lekë në muaj. Sot sa mund shkojë një rrogë Bego? Është dyfishuar? Mund të jetë edhe 4 fishuar. Ka të 4 fishuar, ëh? Po për ndonjë strukturë tjetër mund të jetë edhe 10 fishuar. Jo, Spaku për shembull është 10 fishuar, Spaku kanë 7.000 euro në muaj. Apeli do ta ketë diku te 300.000 lekë të reja, domethënë para 3 milionë lekë të vjetra. 3 milionë lekë të vjetra. Kurse shkalla parë diku te 200 ca mijë lekë të reja, domethënë. Po edhe pak më shumë sepse merr dhe vjetërsia, merr edhe vjetërsia edhe po nuk është puna vetëm te paga, mos tash u bën paga. Jo, më ndryshe është, paktën nga po 700.000 lekë. Po, absolut, jo është. O zotri, tani këtë që po të them unë, ma kanë treguar në vetë parë, ka dënuar atë zotrin në sallë të gjyqit, ka dalë poshtë, ka ngrit dorën, e kanë marrë, e kanë sjellë në makinë familjarët e të dënuarit, kur ka hip brenda e ka kuptuar ku ishte. Tani në këto situata kanë punuar me thënë drejtën. Po. Edhe kanë dhënë dhe dënime me burgim përjetshëm atëherë. Këta magjistrat. Pafund. Me burgim përjetshëm kanë hetuar kur fluturonte koka. Që ishin vetëm edhe ishin pa paroje sigurie në prokurori. Rrugëve, të gjithë këta gjyqtarë dhe prokurorë, po ti pyesësh ti sot që kanë bërë sistem, të gjithë kështu kanë nisur, kanë shkuar në rrethet më të largëta. Me çka kanë autor? As ka dash një jetë ja di. Ndërsa sot ta që përmenda unë, kur i bëjnë vettingun këtyre, janë me skorta, kanë paga të larta, japin një vendim në 3 muaj, në kohë tjetrit kërkojnë llogari për 5-6 vendime që bëjnë ditë. Se si ke zmarrë as për një vit me 4-5 këshilltar. Tani më thuaj diçka për çështjen e pronave. Kur do shteti, ta mbaroj. Patjetër. Mos ma kalo ashtu, sepse është shumë e rëndësishme. Kur do shteti krijon kushtet, dhe këto janë kushtet, siç tha edhe kolegu, që ti marrësh vendim, bësh një vendim të arsyetuar, edhe pa gabime ortografike. Po jo të fillosh ti bësh 5-6 gjyqe në orë, e di kolegu, shkon aty i thot shpejt. Po prit shkurt avokat, kanë bërë 10 faqe ose 5 faqe. Shkurt avokat. Dhe unë s'di çfarë do them, se do dëgjoj edhe çik tjetër, po edhe vetë do të flas. Shkurt, çfarë do them? Shkurt avokat, çfarë kërkon? Bie me shkrim, çfarë kërkon? Sepse është kolaps. Edhe vendimet, çfarë vendime është mashtri arsyetor aty në Ja do të them një rast që më ndodhi sot. Më vjen pala më thotë çfarë është kjo që ka dalë vendim, çfarë ke kërkuar ti? Çfarë vendimi? Po, unë s'kam kërkuar këtë tash, s'ka mundësi. Jo e lexoj kërkesat gjitha. Jo, rezultoi që s'kam kërkuar. Ja, ç'kam kërkuar? Gjyqtari shkret. Se gjyqtari justifikuar, kishte punuar mbi një vendim tjetër zotëri. Edhe kishte lënë paragrafin aty vendimit tjetër dhe vendimi im. E kishte ngatruar, ë? Po tani unë kjo është pafund ndodhin tilla gjëra. E di sa po bëjmë ne kërkesa për korrigjim vendimi. Korrigjim vendimi zotëri. Emër tjetër për tjetër. Emër tjetër për tjetër. Kur të korrigjuar që të sjellë efekte vendimi, se nuk sjell efekte pas korrigjove emrin. Ore punojmë mbi vendime se nuk orë. Po është normale. Është gatshme, mbi vendimin do punosh. Nuk janë më njerëz, po them për familjen, për dalë me fëmijët. Sepse ato vendime që ti merr gjatë ditës ose ato gjë do të bësh vendim. Do të zbardhësh natë. Do të bësh mas ditës, se s'ke mundsi. Si? Po ke kohë për familjen, ke kohë për je robotizuar, kalon nga një çështje parambajtje në një vrasje, pra një lëmsh, si dosjet nuk mund ta shqurtosh me themelise. Aty e merr vjen një dosje kaq, s'ke kohë. Është një kërkesë shumë e madhe. Ai tjetri vjen te dera thotë më erdhi ora gjyqi pse po mënon pse po. Në çdo gjykatë prokurori mungojnë rreth 40 plus minus % e punonjëve të drejtësisë, jo, prokuror dhe gjyqtar. Prokuror dhe gjyqtar. Absolutisht e ke. 40% mungesë. 40% prokuror, 40% gjyqtar. Çfarë shpejtësi e kërkon ti? Se atë ishte si ishte drejtësi e vjetër. Ama rendimet ishin për 3 muaj, për 6 muaj. Ishin shumë të mira, po ishin edhe të shpejta. Po sot s'po ndaj dot muri me gruan, më thon duam ndajmë, nuk po i ndajnë. Që është gjyqi më kot, se duan ndajnë. Gjyqi më i thjeshtë për ta kryer. Që s'ka konflikt. Nuk të vret ai pse më ndan. Tani llogarit për tjerat. Më fal tjetër. Ka për të bërë ndërhyrje në sistem direkt me këtë zgjedhje martesë, që se kemë marrëveshje për çfarë do vesh gjykate. Ti ke marrëveshje me këtë, e bën në organ tjetër, siç ka vendet e botës. Tjetër gjë. Urdhrat e ekzekutimit, to kërkesat për lëshim me urdhër ekzekutimi. Është mbushur gjykata plot. Plot. Çoje më të noteri, siç e kanë gjithë vendet e tjera, çoje ta bëj noteri. Ka ca gjëra që i ka qeveria në dorë, bashkë me legislativin, me parlamentin, për të bërë ndërhyrjet e nevojshme. Edhe menjëherë ti ul fluksin e gjykimeve është zotëri, e lehtëson gjykatën. E nxjerr jashtë sistemit gjyqësor këto veprimet dhe lehtëson gjykatën.
Ne ja rasim gjitha gjykatës. Del një jurist atje te Ujësielci thot, është digje unë shkoj në gjykatë. Për një budallik aty, për një mos një njohuri të ligjit që bën ai idiot atje, ti të vesh në gjykatë do merresh shkallëparë nëse bën ankim ai. Humbet shkallëparë ai. Të futë ankimin, të futë rekursin. Për në gjykatë lartë. Po, edhe ti ke 10 vjet me një idiotësi atje, e kupton? Tani këtu duhet dilja unë tek koha. Dhe kam tepër tek çështja e pronës. Meqense u lidh gjithë diskutimi që ishte për çështje prone, që nuk rezulton e tillë sipas shpjegimeve që dhanë avokatët në studio, tani prona mbetet një problem. Nëse unë kam një problem sot, Sefa, me një çështje prone që unë e pretendoj, dhe më shkon apel, dhe më shkon dhe në gjykatë lartë, sa vite duhen? Do të them unë një çështje pa shtetin mes. Do më thënë me referencat që ke, pa shtetin në mes, pa shtetin fare, do më thënë dy palë. Që për kam jam bashkëpronar dhe duan të ndajmë pronën e tyre. Bukur. Nuk e gjej dot marrëveshjen, do ta bëjnë me pjesëtim pasurie. Nëse njëri e ka me inat, për shembull, që nuk do që të ndahet prona, 15 vjet. 15 vjet. Tani unë kam pas një rast të tillë, kam dhe një tjetër aktiv, që kam 7 vjet në fazë të parë të pjesëtimit, se jam me 2 faza. Pjesëtimi është me 2 faza. Domethënë, nëse ti si avokat e merr këtë çështje kur je 50 vjeç, 65 i den pension dhe lë çështjen. Po, nëse e ke zgjidhur. Nëse e ke zgjidhur. Sepse faza parë e pjesëtimit është përqindje ideale, po ta shpjegoj unë ty teknikisht. Domethënë sa pjesë kam unë, sa pjesë ke ti. Kemi 100 metra katror si do i ndajmë. Jo, pjesët akuse një. Pjesët akuse, po, okay. Unë kam 2/3, ti ke 1/3, po them. Okay. Edhe vem ne mbarojmë fazën e parë gjyqit kështu. Bën apel ti. 4 vjet në gjykatë apelit, 5 vjet. Tani po shqyrton 2018 në apel, tani. Domethënë gjyqjet e 2018 po shqyrtohen tani. 7 vjet. Po. Vetën apel ti. Apeli lën fuqi vendimin e shkallës parë. Vetë ti në gjykatë lartë. Po do bësh rekurs tani? Po, rekurs në gjykatë lartë. Po domethënë për të lënë në fuqi vendimin e shkallës parë do duhen 7 vjet që jep apeli, kur ti vi radha. Po, 7 vjet apeli dhe gjykata lartë. Do thotë që lën fuqi atë. Për të marrë dosja në shqyrtim. Për të marrë shqyrtim, faza parë. Po, edhe kjo që the ti vendimarrja është. Po, vendim është vendim. Vendim është lën fuqi, ka lën fuqi vendim do të vendim. Vem gjykatë lartë, presim dhe gjykatën e lartë, se gjykata e shkallës parë nuk të merr shqyrtim pa mbaruar gjykata lartë. Po, që mbaroj dhe gjykatën lartë. Po them që kjo mbaron për 7-8 vjet e gjitha bashkë, po them unë kjo. Po. Qofse do bëjmë kërkesa të shpeshta për shpejtime gjitha me radhë. Iku kjo. Mbaroj kjo. Fillon faza 2 e pjesëtimit. Që shkon në shkallë prapë. Me ekspert, pa ekspert, pjesa ku do ndahet, ku do vihet harta gjitha me radhë. Vete prapë në apel kjo. Në apel ekzekutohet, bën prapë rekurs, nëse gjykata e lartë riktheh për një gjykim, fillon prapë nga e para. Po kjo i kam dhe fosur pak njerëzit. Si pak? Shumë është zotri. Jo pak, ore, më ta them veta, e di si e zgjidha. I ula pale dhe thash, po e gëzon pronën tjetër kush, po bini dakord. Rënë dakord. Mbas 7 vjetësh. Po ju ke përgjysmuar kohën aman? Mbas 7 vjetësh. Ke bërë punë të madhe avokat si do të përgjysmuar kohën. I thash, o do e gëzoni, o s'keni për ta gëzu kur. U toleruan njëri me tjetër, ra dakord dhe miru pafsh. Aftësi e madhe është edhe me ul njerëz të tavolinave. Si për super punë po them. Fund ditës kjo është super punë, ti për të dhënë zgjidhje. E kupton çfarë më duhet të them? Ka pas raste një gjyqe ka fituar 2015 dhe ka mbyllur në 2024. 2023, më fal. 8 vjet, 9 vjet. Pjesëtim pasurie bashkëtorë. Hoqi dorë nga apeli i pasmarr, shpëtoi. Prandaj duhet shpejt. Seksoje këto. Po pra hoqi dorë nga apeli në fazën e parë. Se mund kishte bëj një rekurs, ta kishe akoma do të shkon akoma do të shkon shkallën e parë ti dhe pastaj akoma ty do isha. Do vazhdonte kalvari, sepse edhe ligjet janë bërë të tilla. Sepse dua të them thuaj. Po. Mos e kurse. Dhe kërcënosat është një mos e kurse. Është problemi i ligjit. Gjykatat jashtë, gjykata e lartë, gjykatat e apelit janë gjykata të vendimarrjes së menjëhershme. Dhe ky është problemi themelor që ne kemi diskutuar me një rreth kolegësh që janë juristë të vjetër. Pse duhet ta kthej gjykata në shkallën e parë ose në apel? Është bërë një vendim i gabuar. E korrigjon vetë. Ke provat aty. Jep valla vendimin. Ti prandaj je. Jepja Hasanit, hiqja Hysenit, asi të duar. Prandaj je. Vetëm jepe. Se ç'a bën? Po të shikosh ti.
çdo vendim që ke me shumë palë, kthehet sepse vetë ligji ka dhënë një mundësi të tillë, më kupton?